Të ndrozër, shpeshe në menojmë se në xhenet mundi me shku t'i kisha pas që të para pëtë. Me pa pas që shtu në dije si filoni, po që kisha mo. Ose për shambull, njeri është në punë caktume. Allahu gjellëvara e spro me diqka. Dhe të vëllë me se kisha pas i smuj, pa din që kisha mo. Nërse Allahu që të sprovja ka që me e lecu gjenetin, jo me e vështirësu apëtën. Po njerë nuk e lezojnë kështë apëtën. Njerë me nëjë se kjo sprov është vështirësim. Jo, sprov është lehtësim. Sprova vështirëson dunjan. Po, kur je smut në dunja, smush me dalë, smush me net me njëzrahat, se je smut. Sprova po, dunjan e vështirëson, po jo ahiretin. Rruga për ahiret lehtësohet me smunje. E këmë thonë në takimin e kaluar, nuk ban me e kërku smunje, larga saj. Duhet me kërku nga Allahu shëndet një mirëqenin, po nëse Allahu duke qime një prek caktum, ta që një penges caktume, nga Allahu së është që ke lypti, asë që ti e ke boj zmetin, po ka ardhë caktimi Allahut, munohu me kuptu si letësim. Pse? Nga se nështë në begati që Allahu t'i ka dhonë, nuk je sa duhet falenderues. Dëmon, nuk po i përdor begatit sa duhet për më ngrit. Ta ndihmon Allahu me sabër, në vend falënderimit. Don tim, falem së për mush po sa dush, mirë për sabër bën, se të një Allahu azza jall. E do me të bardh nga falënderimi në sabër, për me ta lehtësu ngritjen, për me ta lehtësu arritjen, për me ta lehtësu shpëtimin.